Buxheti i shëndetësisë është përqendruar në duart e Linda Bukuroshes dhe teksa korrupsioni vazhdon lumë e drejtoresha pasurohet, SPAK nuk ndihet. Tenderi i radhës i dhënë nga Pogai është thjesht një tjetër provë se si njerëzit në pushtet, në bashkëpunim me oligarkët, po vjedhin pa frikë taksat e popullit. Mbi 800 milion lek me TVSH kanë përfunduar në duart e oligarkut Klodiana Lajbeu dhe jo fal një gare të denjë konkurrence, por sepse ishte paracaktuar. Pogai, e operatori të blerjeve të përqendruara, dhe Elisaveta Treska, drejtoresha e spitalit Shefqet Ndroqi, janë skenaristet e këtij thesi me para. Treska, ortakja e mbesës së Berishës, së bashku me Angela Paparizone Qesutës, e kanë rekrutuar Pogain si seksere parash publike të institucioneve që drejtojnë. PSD i japin parat publike oligarkëve të vendit nën hetim nga SPAK. Dokumentet e bëra publike zbulojnë se si procedurat janë manipuluar për të nxjerrë fitues oligarkun Allajbeu. Një tjetër kompani u skualifikua nga tenderi pa hyrë fare, pasi nuk paraqiti asnjë dokument kualifikues. Po, e lexuat mirë, asnjë dokument. Kjo tregon qartë se kjo kompani ishte thjesht një dekor për të krijuar idenë e një gare, kur në të vërtetë fituesi ishte i paracaktuar. Në vend që t'i jepte vlerë taksave tona, duke pasuruar Shefqet Ndroqin me materiale mjekësore, ky tender përfundoi në duart e një oligarku, duke treguar edhe një herë se si pushteti dhe biznesi janë bërë një e vetme në dëm të qytetarëve shqiptar. Duket se mënyrat që ka gjetur Pogai për të ndarë paratë e popullit në partneritet me Allajbeun, klientin e SPAK, kanë kaluar çdo çmenduri.